Të nderuar shikues, ja ku jemi sot për të vazhduar pjesën e dytë të temës të luftës që ka bërë palatjetër kundër neomaltusianëve, duke argumentuar me fakte dhe me prova, po dhe me organizime të ndryshme kundër teorive të shpopullimit, teorive maltusiane që përpiqen të ndjekin britanikët duke përhapur ide të reme dhe gënjeshtra dhe gjoja në krahasim me periudhën kur Malthusi, Thomas Robert Malthusi, shfaqte idetë e tij, këta e kanë veshur gjoja me një vello dhe me një mister shkencor për të justifikuar politikat e tyre eugenike. Para se të fillojmë me misionin, dua t'i kujtoj të gjithë që duhet të ecim me ritme më të shpejta që në fund të muajit të kapim 10.000 subscribers, siç e kemi vënë objektiv. Ngriheni gishtin me mundim të madh me gurin e Sizifit në kurisë dhe shtyp ati subscribe, pap, një klik, pas një lek, pa harxuar asnjë gjë, vetëm do kesh përfitim. Ndryshe, mos hyr fare ke faqja jon, po s'të pëlqen, qofse të pëlqen, klik subscribe. Falenderoj sponsorët e emisionit tonë, cilët dalin vazhdimisht në përkrah, njëkohësisht dua t'ju them edhe me qenë se podcasti jon ndiqet shumë edhe nga shqiptarët jashtë Shqipërisë, gati janë 60 apo 70% që ndiqet nga shqiptarët jashtë Shqipërisë. Kush dëshiron që ka biznese në vende të ndryshme, sidomos në Shtetet e Bashkuara, Angli, Gjermani, Zvicër, ku ne na ndjekin shumë, mund të kërkoj të bëj këtu reklamim të bizneseve të tyre, qoftë në prodhimin e mallrave, qoftë në ofrimin e shërbimeve për publikun. Dua t'ju kujtoj njëkohësisht që ne kemi dhe një gazetë e cila vizitohet nga shumë njerëz dhe paralelisht dhe aty do të bëhet reklamimi i bizneseve dhe bëhet reklamimi i bizneseve dhe sot këto që ne reklamojmë dhe këtu në podcast janë dhe te gazeta online në website-in okult.org në Google. Mjafton të shkruani shqip okult.org dhe del me njerë gazeta jonë, e cila ka dhe shumë rubrika të ndryshme interesante të natyrës tonë, të okultit dhe të misterit ose të zbulimit të padukshmes. Njëkohësisht dua t'ju them që të gjithë ata që duan ta shikojnë me titra, tashmë YouTube i ofron këtë mundësi dhe për emisionet dhe videot në gjuhën shqip. Nëse ata që e kanë ndjekur dhe nëse u kujtohet, e lam ke përpjekja e madhe që ka bërë vegla kryesore e Anglisë, Kanadaja, sidomos në udhëheqjen e kryeministrit Pierre Trudeau, babait ish kryeministrit fundit të Kanadas, i cili ka qenë një vegël e globalistëve dhe që dha shumë para publike për të organizuar idetë e ekofes ose teorive të ngrohjes globale, të teorisë të fundit të historisë, siç u shpjegova, me librat e disa mostrave si Francis Fukuyama, sa mashtrues, sa gënjeshtar, të cilët shkruajnë libra thjesht për të mashtruar njerëzit sipas porosive që ju japin elitat globaliste. Këta duan të kryqëzojnë shoqërinë njerëzore, ta masakrojnë dhe ta shpejnë. Por shoqëria njerëzore është si Prometeu, është dënuar nga Zeusi, ku Zeusi janë elitat globaliste të City of London, sidomos, por dhe në Shtetet e Bashkuara, që janë të lidhura me City of London, të cilat e kanë dënuar Prometeun duke i ngrënë nga pak mëlçinë, sepse ai ju dha zjarrin njerëzve, i cili ishte një atribut dhe një sekret dhe një fuqi që duhet ta mbante vetëm Zeusi. Kështu që në Kanada, në kundërshtim me këto përpjekje të mëdha për të frenuar zhvillimin e shpikjeve teknologjike, për të ndaluar rritjen e popullatave në biosferën e tokës, për shkak se do konsumoheshin purimet, për shkak se nga rritja e numrit do çlirohej dioksid karboni i tepërt dhe
do të krijohesh ajo që quhet ngroja diellore ose ngroja globale dhe shkrirja e akullnajave. Në Kanada, pikërisht në Kanada, dolën shkencëtar të ndershëm që nuk ishin të kapur nga rjeta e peshkut të Iluminatit, dolën shkencëtar të ndryshëm siç ishte Ronald Hayes, i cili ishte profesor i shkencave mjedisore në Universitetin Dalhousie, dhe një në punës civil kanades i cili për t'ju kundërvënë librit Limitet e rritjes që u shpjegova që botoi klubi i Romës, ai shkroi një libër Lidhja me zinxhir e Prometeut, evolucioni i strukture pushteti në shkencën kanadeze, ku ai e identifikoi Lamontagne, atë pseudo shkencëtarin kanades si një shërbëtor të elitave ose të Zeusit, ashtu siç paraqitet në dramën e Eskilit Prometeu i lidhur, ku Prometeu dënua 10.000 vjet të vuante dhe i dërgoheshin shqiponjë që ante mëlçinë, e cila rigjenerohej përsëri dhe shqiponja vazhdonte e ante çdo ditë, dhe ky torturim i Prometeut të lidhur me zinxhir në një shkem do të vazhdonte sipas dënimit Zeusit për 10.000 vjet. Shkencëtari Hayes, Ronald Hayes, u përpoq të dekonstruktonte strukturën e financimit të shkencës viteve 38-71 dhe përpjeket për ta rindërtuar atë në një regjim të ri teknokratik. Profesor Hayes tha se problemi kryesor në qasjen e Lamontagne quhej problemi egjiptian. Çfarë shkroi profesori në lidhje me këtë problem? Ai tha kështu: sikur të mund të shkatronim të gjitha ato që kanë ndërtuar izraelitët dhe ta kthenin Palestinën në një shkret të tir, të gjithë do të ishin të barabartë dhe ne do të mund të fillonim të ndërtonim një botë më të mirë për arabët. Kështu dhe Lamontagne dëshiron të shkatërrojë Këshillin Kombëtar të Kërkimit, organin që ka ushqyer dhe nisur pjesën më të madhe të kërkimeve qeveritare dhe ka vënë në lëvizje programet e studimeve pas universitare në universitetet tona. Është një faj i administratës Trudeau, të cilin Lamontagne e shfrytëzon për të keqen e njerëzve. Hayes gjithashtu sulmoi fuqitë e sapo formuara në bordin e thesarit, të cilave u ishte dhënë një kontroll i jashtëzakonshëm mbi politikat shkencore, por në një tutelim, në një diktaturë të re shkencore të kontrolluar nga politika. Ai tha se ushtrimi më delikat i pushtetit eliminon domosdoshmërinë e kontrollit të ngushtë dhe është infiltrimi nga njerëzit e besueshëm. Këta anglezë u bën të njohur në të gjithë botën si sundimtarët e perandorisë britanike. Me qëllime të ngjashme, Komisioni i Shërbimit Publik sot po përgatit menaxherët e ardhshëm të qeverisë kanadeze që të ndjekin politika dhe parimet e përgjithshme të bordit thesarit, duke mos lejuar zhvillimin ose me atë që quhet zhvillimi zero. Por një nga shkencëtarë dhe një nga njerëzit e njohur që i është kundërvënë shumë këtyre politikave dhe që për këtë arsye portretizohet si konspiracionist, është ish kandidati për deputet në ato para eliminatoret që bëjnë brenda partive, në Partia Republikane, dhe ky është Lyndon LaRoche, i cili ka vdekur junior, i cili ka vdekur në vitin 2019, është i datëlindjes 1922, dhe ky u përgjigj lëvizjes neomalthusiane me një libër. Ju lutem regjis foton e librit me kopertinë që e ka bërë të ngjashme me kopertinën e librit që kishin shkruar në vitin 71 Limitet e rritjes kundërshtarët e tij neomalthusian. Ky e titulloi librin, siç e shikoni aty në anglisht, nuk ka kufizime për rritjen. Është direkt një titull goditës dhe shpjegues që në kopertinë. Dhe në një botim të ershëm të shtëpisë botuese Klubi i Jetës, po e them shqip, LaRoche shkroi:
Nuk është rritja e industrisë që shkatëron pyjet e botës. Në shumicën e rasteve shkaku është mungesa e prodhimit industrial, mungesa e prodhimit të mirë industrial. Menaxhimi i ekosferës gjatë 15 viteve të fundit shkaku më i madh i vetëm për shkatërimin e ekologjisë së botës ka qenë tolerimi politikave të kërkuara nga të ashtu quajturit ekolog, të ashtu quajturit neo-maltusian të klubit të Romës, të Institutit Ndërkombëtar për Analizën e Sistemeve të Aplikuara, me akronimin IIASA, të Fondit Botëror të Jetës së Egër, që ja u shpjegova kush e krijoi me $10.000 të gjithë ata antarët që ja u shpjegova me Princ Filipin dhe me Princ Bernardin në krye, të Institutit Aspen, të Fondacionit Ford, të Fondacionit Rockefeller, të klubit Sierra të SBA-s e kështu me radhë. Ne nuk po investojmë mjaftueshëm, thot Laroche, energji të prodhuar industrialisht në formën e menaxhimit të ujit, kimikateve e kështu me radhë, në bujqësinë e biosferës së tokës. Në të njëjtën kohë ne po përdorim biomasën për karburant dhe përdorime të tjera tradicionale, në rastet kur duhet të përdorim furnizime energjetike me energji bërthamore, po përdorim materiale moderne të prodhuara industrialisht në vend të drurit për banesat për shembull dhe kështu me radhë. Duke përshkruar ndikimin e arzakonshëm që libri limitet e rritjes pati në konsolidimin e ringjalljes neo-maltusiane, si një faktor dominues në qarqet politike perëndimore, Larouche identifikoi gabimet kryesore që vetëm tani po sfidohen siç duhet nga përpjekjet në fakt të presidentit Trump të sapo rikthyer këto 4-5 muajt e fundit. Larouche deklaroi: vetë studimi në libri limitet e rritjes ishte dukshëm mashtrues në 2 pika kryesore, thot ai. Së pari, në përpjekjen për të vërtetuar se shoqëria industriale po i përdorte burimet e saj të mbetura natyrore shumë shpejt. Autorët e librit Meadows dhe Forrester i nënvlerësuan shumë sasitë e njohura të këtyre burimeve. Së dyti, dhe më e rëndësishmja, Meadows dhe Forrester projektuan shkallën e konsumit të burimeve natyrore duke përdorur sistemet e ekuacioneve lineare të njëkohshme. Vetë përdorimi i ekuacioneve të tilla lineare për një model në thonjza kompjuterik të këtij lloji, thot Laroche, ndërton në projekcionet kompjuterike supozimin se absolutisht asnjë përparim teknologjik nuk ndodh në shoqëri. Në fakt, përparimi teknologjik, duke përfshirë përcaktimet themelore të asaj që do të thotë burime natyrore, ka qenë t'i parishquar i qytetërimit evropian gjatë 500 viteve të fundit. Kufit e rritjes varen nga supozimi se një përparim i tillë teknologjik kishte ardhur në një ndalesë të papritur dhe absolute. Në librin Limitet e rritjes, autorët thonë se duke mos kontrolluar popullsinë e madhe, sistemi i qallecave njerëzore do të kalojë në një entropi, domethënë në një prishje rregulli dhe në prodhimin e një lloji energjie e cila nuk mund të shfrytëzohet për mirë. Ky është kuptimi i fjalës entropik ose entropia. Ashtu si Thomas Robert Malthus i shekuj më parë, neomalthusianët duhet të mohonin ekzistencën e progresit teknologjik dhe origjinën e tij në arsyen krijuese njerëzore, si mjetin me të cilin aftësia mbajtëse e njerëzimit ndryshon sipas këtyre spulimeve apo shpikjeve, si mund t'i quajmë. Ky fakt i marrëdhënies së njerëzimit me universin në fakt përcakton ekzistencën tonë si një specie mbi të gjitha krijesat e tjera të biosferës, të cilat lidhen me burimet e florës në këtë biosferë. Meqense kapacitetet mbajtëse, siç e quajnë këta neomalthusianët, i specieve të tjera përcaktohet pra nga mjedisi dhe karakteristikat gjenetike që ato kanë, njerëzit në mënyrë unike mund t'i tejkalojnë këto kushte me kushtet na jepet qasje në trashëgimin më të mirë kulturore dhe arsimore të së kaluarës, me frymëzimin dhe kuriozitetin për ta çuar këtë trashëgimi në kufi gjithnjë më të lartë, pa pritur kur të arrijmë një ekuilibër matematik, kompjuterik ose një vdekje entropike nga nxehtësia, siç supozonin në mënyrë pesimiste statisticienët nga shkolla e
atyre që mbështesnin librin Limitet e rritjes apo të klubit të Romës. Në kundërshtim me këtë shkollë dhe me këtë klub, zbulimet e La Roche në shkencën e ekonomisë fizike të bëra gjatë periudhës 52-56 bazoheshin në konceptin e kundërt se aftësia e njerëzimit për të kaluar nga format më të ulta në ato më të larta të konsumit të energjisë, si djegja e drurit kaloi në përdorimin e qymyrit. Nafta kaloi me energjinë bërthamore, me ndarjen bërthamore, por dhe me bashkimin bërthamor. Dhe këto ndryshime kanë lejuar gjithnjë e më shumë transformimin e potencialit ekonomik dhe fizik të njerëzimit pa kufi. Kërcënimet krijuese në të panjohurën nxisin zbulime të reja të parimeve, të cilat lejojnë që dëndësia relative e popullsisë potenciale të njerëzimit të rritet me rritjen e standardeve të jetesës, jetëgjatësisë dhe potencialit në mënyrë të tillë që asnjë kafshë tjetër, të cilat maltusianët duan që ne të supozojmë se edhe ne jemi kafshë, pra janë të ngjashme me ne, pra asnjë kafshë tjetër këtë nuk mund të arrijë këtë cilësi dhe tipar që ka njeriu i cili përdor teknologjinë. Ky fakt i jetës është provë thelbësore në fakt se jo vetëm njerëzimi, por dhe universi është i pakufizuar në potencialin e tij për të vetë përsosur në mënyrë të vazhdueshme, pra dhe përjedhoi sistemi njerëzor është anti-entropik në thelbin e tij dhe kjo shkon në kundërshtim me thelbin e librit kryesor të klubit të Romës dhe neomaltusianëve që ja u kam shpjeguar në emisionin e parë që janë Limitet e rritjes. Pakti i ri i gjelbër i realizuar në vitin 1992 në ato politikat e mijëvjeçarit që u bën në Rio, ose si që quajtëm ne dje feja e Gajas për të ruajtur pra tokën kundër jetës së njeriut, e cila maskohet si ekologjizëm, nuk është gjë tjetër veç se një formë e re eugenike, pra e luftës mbi njeriut, po që maskohet si një reformë shoqërore e ndërgjegjshme e sistemit shoqëror. Kjo marrëveshje e re e gjelbër, në fakt, jo vetëm që nuk është e gjelbër, si do të arriste një botë të mbuluar me panele diellore, të cilat në fakt do të shkretërizonin tokën përmes ngrohes të tokës poshtë gjithë tyre sipërfaqeve të mbuluara me panele diellore, por kjo nuk ka në fakt asnjë lidhje me marrëveshjen e re të vërtetë. Efektet e një programi që kërkon të zvogëlojë emetimet globale të CO2-shit në nivelet të pranueshme në përputhje me vullnetin e perandorisë britanike ose City of London të sotëm, nuk do të sillnin asgjë më shumë se sa kaos u rridhesh popullim për njerëzimin. Për fat të mirë, bota e sotme mbart gati 8 miliardë shpirtra dhe të gjithë këta kanë në mendje që mund të përsosen dhe të përdoren me detaje për të bërë zbulime të mëdha në shkencë dhe në arte. Këta e kundërshtojnë vetëm disa sociopat dhe oligark apo teknokrat kokfort të indoktrinuar nga libra të tillë si Limitet e rritjes. Në fakt, bota në të cilën jetojnë njerëzit po formsohet gjithnjë më shumë nga një marrëveshje e re e vërtet, dhe kjo ka filluar me atë që unë ju thash nga Kina me projektin Një brez, një rrugë, që tani ka më duket mos gaboj rreth 130 vende pjesëmarrëse në të, dhe në madhësi dhe në volum ekonomik dhe financiar është sa 20 plane Marshall të marra së bashku që u përdorën nga Shtetet e Bashkuara gjatë rindërtimit të Evropës mbas luftës së dytë botërore. Kjo iniciativë e Kinës kërkon një kthim në një etik të bazuar në dashurinë për njerëzit dhe besimin në progresin shkencor dhe teknologjik. Në fakt, presidenti Xi Jinping në një forum të quajtur Dialogu i qytetërimeve aziatike, unë i shkëpota një citat që më pëlqevi që ishte shumë njerëzor. Ai thot që një qytetërim të mbijetoj duhet bërë përpjekje për ta mbajtur atë gjallë dhe për të ndërtuar mbi trashëgiminë e tij nga një brez në tjetrin.
Me rëndësishme një qytetërim duhet të përshtatet me kohrat që ndryshojnë dhe të hap rrugë të reja. Historia e qytetërimeve botërore na tregon se çdo qytetërim duhet të përparojë me kohën dhe të përvetësoj më të mirën e epokës së tij në mënyrë që të zhvillohet. Ne duhet dalim me ide të reja për t'u dhënë një shtys dhe frymëzim zhvillimit të qytetërimeve tona. Me këtë përpjekje ne do të arrijmë arritje që qytetërimet tona të kapërzejnë në kohë dhe në hapësirë dhe të kenë një tërheqje të qëndrueshme. Për të nxitur inovacionin, kjo është e çuditshme, këto dy fjalit e fundit, për të nxitur inovacionin dhe kreativitetin e njerëzve, mënyra më e mirë është të bijmë në kontakt me qytetërime të ndryshme, të shohim pikat e forta të tjerëve dhe të mbështetemi tek ato. Fakti që figura të tilla si presidenti Xi Jinping dhe Putin kanë krijuar një aleancë të bazuar në të menduarit afatgjatë, projekte të mëdha infrastrukturore do përmirësojnë kushtet e jetesës të gjithëve dhe përparimi teknologjik tregon se loja e madhe e gjelbër e krijuar pas vrasjeve të udhëheqësve anti-maltusian që ja u paraqitan në emisionin e parë si vëllezrit Kennedy, por edhe disa personazheve të tjera, më në fund frika nga këto vrasje prej globalistëve i ka ardhur fundi. Në fakt, nën presidentin Trump është hedhur poshtë agjendash popullimit të gjelbër, tendenca për të përcaktuar si Kinën ashtu dhe Iranin armiq të Amerikës, në vend që këto vende të trajtohen si aleatët e Shtetet Bashkuara, dhe këta e tregoi presidenti Trump me vizitën e tij të fundit dhe përpjekjet e tij për të bërë paqe me Iranin dhe me vendet muslimane të cilat nga Partia Demokratike, por edhe nga republikanët e Bushit dhe neokonsët ishin konsideruar si armiku kryesor i Amerikës, si përfaqësues të ideve dhe të politikave terroriste të cilat në fakt janë një mashtrim i madh. Shpresohet që një aleancë SBA Rusi-Kinë për bashkëpunim industrial të jetë një perspektivë strategjike nga Trumpi, i cili e shpalli në fakt këtë gjë në fund të vitit 2019, kur ati u ndërprej kandidatura mbas zgjedhjeve të këtij viti. Viktimat e reja të klubit të Romës, të cilave, siç u kam thënë, ju shpilar truri me ato idet e shpopullimit neomaltusiane, mund të zbulojnë ngadalë pas këtyre proceseve dhe këtyre bashkëpunimeve, sidomos së SBA Rusi-Kinë, ata do të zbulojnë se jeta është e këndshme me një popullsi në rritje, me një përparim industrial dhe një sistem të hapur të menduarit, që lidh fatin ekonomik të specieve tona njerëzore me planet të tjerë dhe madje edhe me yje të tjerë në univers, siç mendohet nga këta anti-maltusian. Presidenti Putin në kohë të ndryshme ka theksuar se CO2 i prodhuar nga njeriu në fakt nxit ndryshimet klimatike, por ka dalë gjithashtu në dritë se nga viti 98, trendi i ngrohjes, që ishte nga viti 77, ka qenë në një pauzë të çuditshme. Ndërsa prodhimi i CO2-shit u rrit vazhdimisht nga viti 38 deri më 77, ai u shoqërua me një ftohet totale, duke bërë që shkencëtarët në vitin 1977 të alarmoheshin se ishim në prag të një epoke akullnajash. Ky fakt pasqyron realitetin e turpshëm se CO2 tenton të ndjek ndryshimet klimatike në vend që t'ju paraprijë atyre, duke treguar se ky gaz serë në të vërtetë ndikohet nga ngrohja e tokës dhe me shumë mundësi është i shkaktuar nga shkaqe të bazuara në hapësirë, siç është përmendur vazhdimisht nga Putini. Studimet e NASA-s të publikuara së fundmi kanë treguar se biomasa e botës është rritur me 10% në vitet e fundit, kryesisht për shkak të politikave të rritjes industriale, sidomos të Kinës dhe Indisë. Dhe është vërejtur se bimët në fund të fundit rriten më mirë kur ushqehen me nivele të rritura të dioksidit, ishe foton, me nivele të rritura të dioksidit të karbonit në krahasim me bimësin që zhvillohet më ngadalë kur niveli i dioksidit të karbonit është i ulët. Këtu mendojmë ta mbyllim
edhe pjesën e dytë të temës fundi i fundit të historisë, duke marrë për bazë një libër të Francis Fukuyamës, i cili shkroi një libër Fundi i historisë në ndikimin e teoricienëve globalist të rrezikshëm si Zbigniew Brzezinski, i cili është një nga ideologët kryesor të majtës, ose është binjaku i Henry Kissingerit, i cili ka qenë lideri ideologjik i konservatorëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke kujtuar dhe njerë që me mundim të madh të ngrini dorën dhe të bëni një subscribe, do t'ju them natën e mirë dhe mirupafshim në emisionet e tjera. Nga unë Alfred Sako, tung tung.